Dhe në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, kreu grupit parlamentar Tauland Balla ka folur për ngjarjen e rëndë ku humbi jetën një efektiv policie dhe mbeti lënduar një tjetër dhe të gjithë deputetët mbajtën 1 minutë heshtje. Pra në nder edhe të efektivit policisë të rënë në kryedetyrës 34 vjeçarit Enea Mekolli. Zhvendosemi pak me pamje drejt për drejt. Mbetëm në kryeqytet, po nga Kuvendi në ambientet e spitalit Tramës, ku pritet që të mbri nga moment në moment helikopteri me efektivin e policisë së lënduar për atë plagosur. Mirë, po informacionet që vinë në fakt bëjnë me dije se edhe autori i ngjarjes, i shumë kërkuari 43 vjeçari, pra Braçellari, po ashtu edhe ai do të transportohet për mjekimet specializuar këtu në kryeqytet në spitalin e Tramës. Pra, ky është edhe informacioni. Këto janë pamjen nga spitali i Tramës, pritet mbri nga momenti në moment helikopteri, i cili pra do të transportohet, apo bën fakt transportimin eksaktësisht nga Korça në drejtim Tiranës të efektivit policisë të mbetur të plagosur. Në ambientet e spitalit Tramës, kolegët më njoftojnë që ka mbritur edhe Skënderita, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, i cili do të bisedojë, apo do të shohë së pari nga pranë edhe personalisht gjendjen e efektivit të plagosur 36 vjeçarit, efektivi forcave shqiponja, ndërsa edhe për dëshmorin Enea Mekolli, efektivi policisë që humbi jetën në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në nisje të seancës sotme është mbajtur 1 minutë heshtje, duke theksuar se është një humbje shumë e madhe për familjen e tij, por edhe për Adeon. Për ngjarje të rëndë dhe kemi raportuar dhe shohim edhe njërë në këto momente që ka pasur reagime nga krerët e shtetit. I parit, paktën nga ata që kanë reaguar, ka qenë kryeministri Rama, ministri i Brendshëm Lamallari dhe presidenti i Republikës zoti Begaj. Kryeministri Rama ka shkruar gjatë një operacioni kurajos për kapjen e një të shumë kërkuari që prej vitesh i fshihej ligjit Malit dhe Korçës dhe në mënyrë të përsëritur kishte arritur që t'u ikte edhe rrethimeve në të kaluar në forcave të rendit, ka humbur jetën një efektiv policie dhe shplagosur një tjetër. Ndërkohë pasi ka hapur zjarrin ndaj tyre, shplagosur dhe shkapur edhe kriminali, në një farë mënyrë duke dhënë pak edhe informacion për ngjarjen. Dhe më pas, kryeministri shkruan: nderim për jetë dëshmorit Adeut, ngushëllim e familjes dhe shërim të shpejtë efektivit të mbetur të plagosur, dëshkim maksimal për të shumë kërkuarin, respekt maksimal për policinë e shtetit që nuk do ndalet asnjëherë në misionin e saj, ka theksuar kryeministri Rama. Ky është momenti pra helikopterin në Korçë, ambientet e jashtme të spitalit, pra në Korçë, në juglindjen e vendit autoambulancës që ka bërë transportimin e efektivit të forcave shqiponje së pari dhe më pas ka marrë edhe personin që mbeti i plagosur edhe ai, por autorin e kësaj ngjarje. Ndërsa këto janë pamje nga ambientet e spitalit të Tramës, apo ishte spitalit ushtarak këtu në kryeqytet, ku pritet që nga momenti në moment të mbrisë së pari, besoj, efektivi policisë 36 vjeçari forcave shqiponja mbetur i plagosur në këtë ngjarje, ka marrë një plumb në nofull, pra ka dëmtime në nofull dhe shpresojmë pra që të ketë një shërim sa më të shpejtë. Nëse shohim edhe reagimin e presidentit të Republikës, po ashtu pra edhe ministri i Brendshëm ka reaguar në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, ku një shumë kërkuar gjatë operacionit për arrestimin e tij ka hapur zjarr në drejtim të forcave të policisë dhe ka lënë të vrarë një 34 vjeçar Enea Mekolli, efektivi forcave shqiponja të Korçës, dhe ka lënë plagosur një tjetër. Edhe vetë nga shkëmbimi i zjarrit 43 vjeçari ka mbetur i lënduar. Këto janë pamjet nga spitali i Tramës. Rikthehemi në Kuvend në këto momente, vijojnë diskutimet në seancën plenare dhe e ndjekim se çfarë po ndodh.